Tashmë gjithë qytetarët dhe shqiptarët edhe diaspora e kanë kuptuar vujtjet e shqiptarëve se në çfarë pozicioni, në çfarë faze janë, që po ju vjedhën tokat, po ju vjedhën pronat dhe të gjitha këto kanë një dorë të qeverisë shqiptare. Pra, kot rrehen shqiptarët se kanë prona, në të vërtetë pronat përsëri i menaxhon qeveria shqiptare. Kjo, pra, ka ardhur në fund të shpirtit dhe ju del qytetarëve nga shpirti. Në çdo familje që shohin edhe ata që nuk janë prezent, sot nesër bëhen prezent në këtë protest të kësaj rinie shqiptare. Ajo që ishte më mira e kësaj ishte që këta nuk ngatruan partitë politike në këtë, pavarësisht nëse ato janë pranishme nëpërmjet fëmijëve të tyre apo njerëzve të tyre, por ajo ishte gjëja më e mirë. Tani, unë duhet të them një gjë që vërtet kam paralajmëruar disa herë që ajo që do i ndodhi Rrjollit, do i ndodhi edhe vendeve të tjera. Pra, në çdo status, në çdo intervistë e kam thënë që kujdesni sepse kjo do shtrihet në gjithë Shqipërinë. Dua ta sqaroj se me thënë drejtën ajo situata u voll nga Vlora si rezultat i ngjarjes së Rrjollit. Rrjolli ishte ajo që organizoi, Rrjolli ishte ajo që ishte në Tiranë, filluan me 200 veta, 300 veta dhe u ban shumë. Në qoftë se i referohemi historisë më parshme, nuk e bëj për të sensibilizuar ose për të qesh, edhe flamurin që e ngriti Qemal Zdafa, ja mori Vlora. Pra, do thotë që Ismail Qemali. Dhe në këto situata gjithë shqiptarët e dinë, edhe këtë rast e dinë shumë mirë që Rrjolli ishte ajo që kishte 30 ditë, 40 ditë, 50 ditë, që po luftonte dhe s'po ndihmonte askërkush. Prandaj e përmenda që ishte pararoj e Zvërnecit dhe më pas prodhoi atë protestë që po e shohim çdo ditë. Me vjen shumë mirë që e përmende, sepse kytë e thonë të gjithë, jo se, po, në kuptimin e fjalës, jemi realitet është kë, nuk është se po mundon të japi merita Vlorës ose Rrjollit. Por, Rrjolli ka arrit kulmin. Rrjolli nuk ka shtimuar as nga partitë politike, nuk ka shtimuar as nga asnjë person në kuptimin e fjalës, por ajo që është dhe po shpërthen është shumë e rrezikshme, po them të drejtën, jo vetëm Rrjolli, po gjithë Shqipëria. Tani, këto karshilleqe që bën qoftë kryeministri i Shqipërisë, qoftë persona të tjerë, më duken karshilleqe që nuk kanë një sens normal. Unë jam pra dyshoj shumë në të gjitha veprimet e Sali Berishës dhe Edi Ramës. Unë e kam nuk e di, inshallah gënjen mendja ime, por ata janë të dy bashkë dhe të dy po e menaxhojnë shumë mirë këtë situatë. Nëse gjithmonë do të shpërthejnë, ata të dy do jenë pjesë e kësaj katastrofe që do i marrë të dy. Po ngjarja e Rrjollit, çfarë tregon ditën e sotme? Në qoftë se e vënë re kryeministrin e Shqipërisë, ish kryeministrin e Shqipërisë që apo doli në një konferencë dhe tha që nuk jemi për të thyer gardha dhe nuk jemi. Pse po i dhem atij shpirti i thyerjes gardhit të atyre banorëve? Ai banor aty e ka që po shpërthen dhe në vend që ta ndihmoj, në vend që të jetë prezent dhe të thonë një fjalë, ai përsëri edhe në atë pikë, pra kryeministri i Shqipërisë, ish kryeministri i Shqipërisë, i del zot ati resortit. Pra, të regon me çdo kusht që lidhjet e resortit janë vetëm të dy. Kanë një emër, Edi Rama dhe Sali Berisha. Pra, në këtë rast, me pak fjalë, do të thotë që Edi Rama dhe Berisha mbajnë afër tyre oligarkët e përbashkët.
Por janë përfitus, nuk janë që majnë oligarët. Ai oligart që pretendohet se është ndërtues, ju e pat tek Spaku dhe nuk mundet kërkush me i thanë që ky është pasaniku më i madh në Shqipëri i këtyre milionave euro, se nuk ta jep prezencën e kësaj, po është thjesht pra pastrimi i parave të këtyre. Dhe është e pa diskutueshme që garancia që ka marrë janë të dy, të Majtit dhe të Djathtit. Është Rama dhe Sali Berisha. Dhe përndryshe ai nuk bën veprime të tilla në Baks Rjoll, sepse është turpi i botës që të rrethohet sot veni, pra pa u marrë një vendim. Pra çështja është në gjykat. Pra çështja është që po ndërtohet me shpejtësi për të mbuluar turpin e tyre. Ai resort që është proces gjyqësor, pavarësisht e vendimmarrja e gjykatave, ai është një resort që unë e kam kërkuar më një herë të sekuestrohet ajo tokë, o zotëri. Sepse kemi shumë gjëra që nuk përputhen me vërtetësinë. Pra, në qoftë se ai do vazhdonte, se nuk është ai është resort privat dhe duhet pagunte në Bashkinë e Shkodrës minimumi 8 milion euro. Një gjë që se ka bë, nuk e ka pagu dhe nuk mund vazhdojnë punë. Dhe jo pa qëllim e kemi kërkuar që të kontrollohet, verifikohet nëse është brenda kushteve që duhet ndërtojnë apo jo. Dhe mos pagesa e detyrimit, pra financiar që e ka për detyrë, tregon marrëdhënie të ngushta, parti, pushtet dhe korrupsion. Në këtë rast, a kanë kuptuar shqiptarët që Edi Rama dhe Berisha janë bashkë dhe gjë që prodhoi edhe atë protestë që ne e shohim çdo ditë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe konkretisht para kryeministrisë? Unë besoj që gjithë e kanë kuptuar dhe gjithë e kanë pa, edhe veprimet e fundit janë dorë e Edi Ramës, gjoja për t'i heq atij këtë status, këtë bllokim që kishte me Amerikën, në mënyrë që protestat të pushonte, protestat të spumohej, por ajo do jetë më fort, më fuqishme se kurrë. Dhe për ditë ajo do jetë më fuqishme. Por ama pritet nga momenti në moment, pritet që edhe brenda të Majtës dhe brenda të Djathtës të ketë problemet e tyre lidhur me këto arsye, me këto fakte, me këto prova. Kur thoni që dhe brenda të së Majtës dhe së Djathtës do të ketë lëvizje të atilla ose kundërshti, duhet sjell këtu një reagim të Arta Dades, një nga ish eksponentët kryesore të Partisë Socialiste, e cila thekson se socialistët e vërtet nuk gjenden në antimitingjet e organizuara nga qeveria, por në krah të rinjve që protestojnë për dinjitet dhe drejtësi sociale. Ndërkohë, mbi gjitha thot Dade, kjo protestë nuk është kundër së Majtës, përkundrazi ajo ka kërkesa thellësisht të majta dhe sociale, kërkesa për barazi, për mundësi, për mbrojtjen atyre që kjo qeverisje i ka lënë pas dore. Ndaj kjo revolt është edhe kundër zaptimit të së Majtës dhe ajo që ndodhi me Partinë Demokratike në vitin 90, kur Sali Berisha e ktheu Partinë Demokratike në pronë private dhe zaptoi të Djathtën, po përsëritet sot simetrikisht me Partinë Socialiste dhe ky zaptim duhet marrë fund, shkruan Arta Dade. Në këtë rast, a kemi një lëvizje të socialistëve që tentojnë në këtë rast të japin ato shkëndijat në mënyrë që Edi Rama të reflektojnë, ndoshta të shkojë dhe drejt dorëheqjes? Jo, nuk e mendoj, janë lojra. E Majta është e sofistikume dhe vërtet është e Majtë e sofistikume. Çka do thotë që të gjitha këto unë i marr si lojra brenda të Majtës. Nuk është se ato po dalin kundra të këtyre, por ajo që është më e rëndësishme, ky vend nuk bëhet asnjëherë nëse toka nuk shkon te i Zoti. Nëse toka shkon te i Zoti, gjithçka do të shkojnë mirë dhe normal në Shqipëri. Jo pa qëllim, është bën një lëvizje fundit, është lidhja geg, që së shpejti do të dalë në pa, të marrë vendimin e gjykatës, e cila nga Shkumbini deri në zonat e më të thella të Veriut, do jetë një lëvizje e cila do
do finalizoj të vërtetën dhe pasurinë e pronës. Ajo ka si qëllim që prona të shkojnë tek i Zoti. Nëse prona nuk shkon te i Zoti, atëherë ne kështu do jemi gjithmonë.